Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Djali im me kancer u fut në koma, nuk e dinim nëse do të kthehej. Rama rëfen të merrin. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në podcastin ku të ftuar kishte kryepeshkopin Joan, kujtoi momentet e vështira në spital kur djali i tij Gregu luftonte me sëmundjen. Ai rrëfeu se djali ra në koma dhe 24 orët e ardhshme ishin vendimtare. Imbir kaloi një moment mjaft dramatik me një kancer. Faktikisht gjërat shkuan aq keq sa u fut në një koma mjekësore farmaceutike dhe nuk dihej do të kthehej më apo jo. Isha me mjeken, ndërsa djali ishte në koma dhe i them, po tani, më thot, 24 orët e para çdo lajm do të jetë një lajm i keq. Urojmë që s'do kemi asnjë lajm. 24 orët e para ishin tmerr. Në çdo moment mund të ndodhë që të dalë dikush nga zona e reanimacionit dhe të thot, sigurisht të thot fjalët e fundit. Rama tregoi bisedën me mjeken që e ftoi të lutej. Kur i thash si vazhdon, ai ngriti kokën dhe bëri me dorë lart. I thash, çfarë po më tregon tavanin? Unë po flas me një shkencëtare, jo me një prift. Dhe më tha, në këtë kat ishte kati i fëmijëve me kancer. Unë kam parë gjëra që shkenca nuk mi ka shpjeguar dot akoma. Spitali kishte një kapele dhe mjekja më sillte njoftime që në X orë unë bashkë me ekipin do të lutemi për Gregun ose edhe fëmijë të tjerë. I thash, çfarë është kjo histori që shkoni dhe luteni në kapel? Çfarë lidhje ka kjo me terapin? Më tha, e kemi të nevojshme, ndihemi shumë mirë kur e bëjmë, marrim energji. Ishte njëri që besonte. Më thoshte, quaje si të duash, unë di që ka mister dhe nga ajo zonë e misterit vinë në këtë kat gjëra që nuk i parashikon dot ose nuk i shpjegojmë dot më mbrapa.